Sekretari i përgjithshëm i FSHF-s Ilir Shulku, i shoqëruar nga shefi i sektorit të garave pranë këtij institucioni Lucien Urishmi, ka qenë në Shkodër për të vizituar në spital futbollistin e Vllaznisë Erdenis Gurishta, i dëmtuar rënd në ndeshjen ndaj Laçit. Të dy kanë kontaktuar dhe me drejtuesit e Vllaznisë, po ashtu edhe mjekët që i qëndrojnë afër lojtarit të skuadrës shkodrane, por edhe të kombëtares Shpresa, duke u njohur me gjendjen e tij shëndetësore. Sipas mjekëve, shëndeti i futbollistit ka njohur përmirësi me orët e fundit, ndërkohë që ai ka nisur të flasë dhe lëviz. Në dalje, Shulku garantoi mbështetje nga ana e FSHF-s nëse do nevojitet trajtim më i specializuar për 20 vjeçarin. Duke qenë se djali është një fizik shumë i fuqishëm, do ta përballojmë me sukses. Kështu që shpresojmë që ngjarje të tilla mos përsëriten më, por janë pjesë e lojës, kështu që i urojmë vetëm shërim sa më shpejt, edhe të rikthehet sa më shpejt në fushën e lojës. Në spitalin e Shkodër ishte edhe drejtori sportiv i Vllaznisë, Grima, trajneri Cungu si edhe lojtarët e ekipit. Sipas mjekëve, Erdenis Gurishta për 2 javë nuk mund të transportohet në spital tjetër.